Shikoni çka po ju ndodh vllaznive tonë në Gaza. Allahu ju ndihmoftë, shliroftë, ndihmoftë. Të vëllezër është e paparamenduar. E paparamenduar është çka ju ka ndodhur aty në. Mos smush ti me lezu roman, thosh, të lo pak se forte paskara nuk i fara autori apo. Roman. Jo realitet. Fëmijë 7 vjet i vetmuar, mbi gërmadha, nën gërmadha, baba, nona, vllau, motra. Ç'a ti rrim pret? A kom bot dikon kështu? Megjithatë, reagimi i tyre, sakrificat e tyre ka bëu që tash në portale po dalin apo përcillen, apo të u bë musliman njerëz në perëndim nga sakrificat e tyre aty apo. Ata s'e kanë thirrë kon islam. Ata s'kan dotë kurrë. Hiç kurrë. Absolutisht s'kan bëu ata për mu propi islami. Çka kanë bëu? Vetë muslimanin kon çu duhet ata. Njerëz po habiten, pikatën kë fuqi Allah. Pikatën kë motiv. Na krejti kem, edhe nxet, edhe mirë, edhe kështu opet pim hapa për depresion apo. Lezova para 2 ditë me një vend fqinësi, as në më mirësim, po një vend këshillak. Jo këta këshit kësajt, po do tjera apo. Do më tjerë, pak më në tonë. Mjekët kanë jep receta, do më thonë 1.500.000 receta për hapa qetësues nga depresioni. Inshallah që ta hapa, a keni me qunë Gaza ku? Por na, dhe që tash asë një mjek në Gaza që ka dalë, me lymë dim, nuk ka lymë dim për hapat qetësimit. Interesant? A keni pa? Ata lypin fash, ata lypin anestezian, se jena të i bo operacion pa anestezian. A me hapa për depresion s'kan lyp hala. Nëse kemi një as arabisht, as anglisht, në qëfar do gjuhet për cjell, ata s'lypin hapa për qetësim. Na lypim. S'po mërgjume të pi hapa. Shkak që flen aja tje, Allah, mi gërmadha, për të regu se njëri që ka kauz, ka besim, ka pjekuni, ka arritje, nuk i nështot rëthanave, po jetan edhe i suti se e din që ndo një ka arë me fitu një gjennet, ku në ka shkurt, s'kan vak mu me lafe ndryshme në këtë hapën. Që ta njerë që duhen venit, bura dhe gra, që kanë kauz, kanë qëllim, janë të gatshëm, miguri, nërguri,